Zot, t'ju falë se nuk dini që bëni, andej në për rrugët e botës, po populli e di mirë se që bëni, prandaj edhe nuk ju ka falur. Vijojmë, Zoti Gjafaj ka fjalën, përgatitet zonja Ulliri. Zonja Ulliri ka fjalën, përgatitet zonja... As zonja Ulliri nuk është, atëherë o erdh deputeti Bylykbashi ka fjalën, përgatitet deputetja Hoti. Po, për procedurë. Mos e ke pronë private, se ke Mos më qaj hall flamur. Vazhdo. Edhe 2 muaj e mos bëj partizane. Tani, unë e kuptoj këtë shqetësim, sepse inceneratori vjedh 430 milion euro. Kjo nuk është për procedurë. Së është për procedurë. 400 milion euro incenerator nuk është për procedurë. Jo, nuk është për procedurë. Ke diçka për procedurë, zoti Noka? Po, e ke të hapur mikrofonin. E ke të hapur. Jo, do më pysësh se respekton regulloren. Mos i bjerë asaj foltores se do kaloj në votim. Jo, ose do të përjashtoj nga seanca. Hape mikrofonin të digjojmë procedurën. Hape një mikrofon. Ja, pra ta them, procedura është kjo. Kur opozita thot të vërtetën, ju alarmojeni dhe thoni po sulmohet Shqipëria. Po kur vidhet 400 milion euro me inceneratorin, 400 me një koncesion shtet. Fjalën e ka deputeti Bylykbashi. Doni ta merrni fjalën, zoti Bylykbashi? Nuk është për procedurë, pra le të flasi pa mikrofon. Unë ju përmenda për t'ju ullur në vënd. Dakord? Ishte referim. Ishe në mes të fjalës, nuk ka për procedurë, gjë të mençur nuk do thuash, është shumë e qartë, do flasësh për inceneratorin, do flasësh për procedurë. Ke fjalën sërish, kur të jetë ligji tjetër, mund të flasësh 10 minuta. Tani të lutem, mund të ulesh i nderuar zoti Noka dhe ta marri fjalën zoti Bylykbashi? Po nuk është për procedurë. Po sërish, po si për procedurë do ta mbyll. Çfarë të bëjmë tani? Po si për procedurë të ta mbyll sërish? Okej, jepja fjalën, jepja. E kisha mbaruar 5 herë. Zonjë, kur ju vidhni, thoni i shërbeni Shqipërisë, ta fshehim. Kur ju merr një koncesione, thoni i shërbeni Shqipërisë. Kur Plum Gjoka merr 10 hektar, Sueli atje kazinot, apo drogën, tropinët, ju thoni i shërbeni Shqipërisë. Dhe kur sërish, tani flamur ta dhan fjalën 3 herë, nuk e përdore për procedurë. Kur të marrësh fjalën këtu, do flasësh sërish. Të përshëndes. Do t'ja lejoni zotit Bylykbashi të flasë për raportet e OSBE Odirit, se i di më mirë zoti Bylykbashi.
I di më mirë, tani të lutem. Tani e ka mundësi, hajde je i përjashtuar nga seanca, hajde, vazhdo, je i përjashtuar nga seanca. Je i përjashtuar nga seanca, hajde, vazhdo tani, ik tani, hajde. Po ç'është kjo më e çikon gjuna ati, e dëgjoni gjuna ati ti. Po dëgjoje. Tani të lutem, largohu nga foltorja, Flamur, largohu nga foltorja, Zoti Noka, largohuni nga foltorja. Jo, nuk ka nevoj për gardën, po s'ka nevoj më për gardën, nuk ka nevoj. Ju lutem, largohuni, nuk ka nevoj fare. Jo e përfundove fjalën. Po s'ishte pra për procedurë, jo, as një minut. Flamur, je i përjashtuar nga seanca tani, Flamur, të lutem. Mos i kishe thënë ato fjalë, qa të them tani? Jo, vazhdoni, Zoti Bylykbashi. Po ju respektoj në maksimum për çdo procedurë. Nuk duroj as fyerje, nuk duroj këtu as zaptim foltore, as gjë tjetër. Tani ulu Flamur se nuk, ose largohu se je i përjashtuar. Tani vazhdo. Zoti Bylykbashi. Zoti Bylykbashi ka fjalën. Muhabet e 5 minuta pushim. Të vinë deputetët në sallë.